Dhe këtë nuk mund të arrijë Kosova në vite të tëra. Kemi ngritje të çmimeve të ujit, kemi ngritje të çmimeve të shërbimeve komunale, definitivisht në mars pritet ngritja e çmimeve të energjisë elektrike. Pra të gjitha këto do të jenë sfida të cilat do ta godasin qytetarët e Kosovës. Dhe kur prej saj shoh të fakti që krahasuar në vende europiane ku kemi një matë të diasporës, shumë produkte esenciale, shumë shkreta në Kosovë se sa atje. Prandaj duhet të pranojmë këtë realitet dhe do të besoj kjo fitore politike do të jetë një të shtesë që bashkërisht më tepër të punojmë për zhvillim ekonomik, për një dialog të avancuar publiko-privat, kemi të orientuar drejt ardhmërisë dhe jo gjithmonë të humbim kohë duke kërkuar arsye për dështim. Ky është një realitet që nuk mund të ndryshohet dhe atë çka nuk mund të ndryshon është më mirë ta mbështetësh dhe testë përpara, sepse vërtet qytetari i Kosovës ka nevojë për zhvillim ekonomik, ka nevojë për stabilitet social, ka nevojë për përshëndetim të procesit integruese, ka nevojë për kthimin e shpresës së humbur se në Kosovë mund të jetohet dhe mbi të gjitha për përmirësimin e imazhit të saj në arenën ndërkombëtare, sepse ti jesh me vite në sanksionet e Bashkimit Evropian, të mos kesh raporte të mira politike dhe gjeostrategjike me Shtetet e Bashkuara të Amerikës është diçka që vërtet ka lënë gjurmë. Prandaj po shohim që sfidat në vitin 2026 do të jenë në shumë dimensione ekonomike, politike, sociale, integruese, gjeostrategjike dhe mbi të gjitha sociale. Unë duhet të kuptoj që Kosova është e mbarur nga importi, që është më shqetësuese, ne nuk jemi të mbarur nga importi i energjisë elektrike, po edhe produkte tjera. Fakti që në vitin 2025 do të arrihet në vit rekord importi në 7 miliardë euro, ose e bëre në kalkulim. Paramendoni Kosova dhe Shqipëria në vitin 2025 kanë importuar bashkërisht 16 miliardë euro. Dhe e vjen pyetja, a nuk kemi dy ekonomi komplementare, nuk kemi dy shtete dy popull të ndarë, dhe a nuk mund të bëjmë më tepër që vërtet të mbështetur prodhimin vendor dhe ato të hyra që nga turizmi në Shqipëri të mos jenë të gjykuara për të blerë mallra për të mbajtur turistat në Shqipëri dhe ato remitanca që vinë në Kosovë të dalin të gatshme për të importuar mallra dhe shërbime. Prandaj në këtë drejtim vërtet duhet një mirëqenie, duhet të përcillet trendi i inflacionit dhe sa ndikon në standardin e jetesës, nuk duhet kemi rritje qoftë pagës minimale, qoftë pagës mesatare, qoftë të ndihma të ndryshme vetëm në kohë të kampanjave zgjedhore. Kosova meriton një stabilitet, një kontinuitet dhe kjo mund të jetë rruga e vetme e depolitizimit të ekonomisë dhe orientimit drejt një zhvillimi të qëndrueshëm që do të kthejë mirëqenien në interes të qytetarëve të Kosovës dhe në promovim të vlerave për të jetuar në Republikën e Kosovës.